Ndodhemi në bregun perëndimor të liçenit të Shkodrës. Gjuetia e peshkut për banorët e kësaj jane është kthyer në një betejë të përditshme. Peshku kupton se liçeni i Shkodrës e ka arterin e kupton me det. Janë peshë shtektar, a kupton që vinë, pra që kur vehen a kupton që bën prita kupton pinar shëgjona aty, kupton, po pinari është a kupton me sezon. Shqetësimi të gjithëve është shpërdorimi që po i bëhet kësaj pasurie të rrallë natyrore. Peshkatarët e Zogajt dhe Shirokës kryesisht gjuajnë gjucëm. Ky peshk kushton lirë dhe është i destinuar për tryezat e varfëra. Çmimi mbi jetesës këtu është shumë i rëndë. Një punë pa orar dhe në kushte teje të vështira për të fituar fare pak të ardhurat. Nuk ka tjetër rrësirje. Prej kohësh peshkatarët janë mësuar të mos japin, por vetëm të marrin nga liçeni. Pasojat e keqtrajtimit të liçenit janë të pallogaritshme. Çdo ditë më tepër, katastrofa po lëshon sinjalin SOS. Liçeni shtrihet në një sipërfaqe prej 36.000 metra katror. Në të derdhen 2 lumej, Cemi dhe Muraçe. Në pjesën prej 12.000 metra katror që i takon vendit ton, prej kohësh vepron antiligji. Gjithë këtë rrjetë që shikohet këtu, është një mjet që shkatron gjithë peshkun që ka liçeni i Shkodrës. As nuk e lën me hi prej detit, as nuk e lën me ul. Prandaj ky çdo gjë, çdo peshk ka qenë shkatrim. Po, sipas ligjit duhet veprojnë në fakt vetë organet kompetente, po e mira është që të veprohet sa më shpejt se kjo vonesë është ndam gjithë liçenit të Shkodrës. Kryetar për mendimin tim ai sheftoni ta rrjeta që oni tu ton janë lënë licenca pa kriter, se nuk diskutohet edhe punë. Kjo partia këtu me partinë tjetër para i vitit u vronin. Pse thuti se kondon licenca kryp 10 metrash, domethënë që nuk për mendimin tim akret kot. Ka lënë që pengon ulin e peshkut që kur e ka stinë vetëm ul, por edhe mësin ton ata përcakton atë interesat. Si më thon nuk e lën mushtu. Edhe çdo gjë domethënë dështon ndiçe. Këtu buron lumi i Bunës. Nëna e tij është liçeni i Shkodrës. Kjo është autostrada e kaltër ku qarkullojnë llojet e ndryshme të peshqve nga liçeni në det dhe anasjelltas. Edhe këtij lumi ja kanë zënë frymën me pritat pafund. Pëllëm begardh si në liçen. Duke mos respektuar ligjet, i jepet një tjetër goditje fatale peshkimit të ndershëm. Për pasojë kjo ka sjell paksimin e tij dhe varfërimin e këtyre zonave me peshk. Kështjella e Rozafës është dëshmitare e heshtur e shumë ndodhive që kanë lidhje me liçenin e Shkodrës dhe lumin e Bunës. Banorët e këtyre anëve tregojnë një histori të vjetër. Ajo fillon si në çdo përrallë, me fjalët: "Na ishte një herë një lum që quhej Buna." Pas një moti të thatë dhe pa shira, në mes të lumit mbim papritur një ishull. Banorët e fshatit të njërit breg menduan se i takonte atij dhe u nisën për ta zaptuar atë. Po këtë punë bën dhe banorët e fshatit të bregut tjetër. U dha kushtrime, filloi lufta. U prend dhe u vran me njëri tjetrin në përpjekje për të bërë pronar të ishullit. Për ca kohë, palët në konflikt heshtën. Qeveria dërgoi një grup ligjvëndësish për të zgjidhur konfliktin. Befas u nxi qelli dhe vërshuan ujrat. Ran shira të furishëm dhe ishulli u zhduk. Ligjvëndësit mblodhën njerëzit dhe urdhëruan. Në rast se ishulli shfaqej përsëri, ai takonte shtetit. Dhe qysh prej asaj kohe, që janë ishuj, i takojnë shtetet. Remzi Galica, kryetar i shoqatës së Dajlanit të Shkodrës. Zia Xhela, peshkatar i dëgjuar. Zia Puka, një nga peshkatarët më të vjetër të ishullit. Muhamet Plisi, mjeshtër noti, fituesi disa titujve kombëtar dhe shumë shok të tjerë që i gjen kurdoherë në punë. Këtu nuk ka pushim, sheh gjithmonë peshkatar. Njeriu dhe lumi janë përherë në dialog pafund. Është një kërkim i përjetshëm në emër të jetës. Kronika e ishullit është e pasur me ngjarje. Për më shumë se 400 vjet, këtu kanë lënë gjurmë brezni të ndryshme peshkatarësh. Me gjithë kushtet e vështira,
Këta njerëz përpiqen ta nxjerrin bukën e gojës me punë të ndershme, pa i hyrë në hak të tjerëve. E konsiderojnë veten si një familje e madhe. Janë disa që prishin punë këtu në pushtetar apo nga drejtoria e peshkimit dhe diçka tjetër, por duke qenë se na, si më thonë, dem babadim që punojmë këtu, thamë që do ta kenë parasysh ata që mos të krijojnë më tepër konflikte sociale mes familjarëve, sepse i thonë 20 familje këtu që janë bukë dhe më përmend që nuk duhet me kriju këta konflikte sociale. Jo, ne jena shumë dakord. Ne jena shumë dakord. Me shku me balla i takim me te, megjithëse kena bërë disa takime, me shku me balla i takim tjetër me te. Edhe ai din çështjet tonë hallet tonë, megjithatë ka thënë do më uni mua, po se sa pa ecë punën nuk e di. Na çdo gjë kena me drejtë edhe kërkojmë drejtën tonë, shqip. Nëse është puna për me e blej, këtë vend e blejmë na, nuk mund ta blejmë dikush tjetër. E le të tregojnë si dun, edhe pa dekse shumë vendin se kena den babaden gjyshe me këta gjyshe, nejna pasashe e ty nej. Unë jam me të plisi edhe rritu dëndes. Nuk di këtë me dalë bashkia me këtë punë, ne jena 20 familje që kanë bukë me këtë punë. Jena 30 e sa vjetë kam peshkim, që jam i tu. Shoku kryetar, ne nuk kërkojmë licencë toket, ne kërkojmë licencë gjutijet. Ata që kërkojnë tokën ta marrin, po toka është jashtë ligjshme për mu shit se nuk shitet. Një shqetësim i madh i ka bërë sot antarët e shoqatës që të ndjehen më të bashkuar se asnjëherë tjetër. Ne kena mbrojt me forcat tona. Çdo material është investuar nga peshkatarët. Ne sot kërkojmë një kredi nga shteti që të bëjmë tu gjana të bukura, bëjmë një frigorifer, gjana që na nevojitin më shumë. Të investohet për mirëmbajtjen e tokës, me rrethu komplet me gur. Jo si para 2 vjetëve si bën një investim këtu, dhe hellën 25 milion të fond dhe nuk është bërë as 5 milion investim. Puna vazhdon si çdo ditë. Ajo do të përqendrohet te impjanti i Dajlanit. Ky është një investim i madh që ripërtërihet vazhdimisht me kontributin e shoqatës. Meti ka sot një punë të vështirë për të përballuar. Uji është ende i ftohtë, por ai nuk do t'ja di. I vjen në ndihmë përvoja e tij 12 vjeçare si notar ish kampion. Zhytja në ujë për të kontrolluar rrjetat është një nga proceset më të vështirë në impjantin e Dajlanit. Meti verifikon nëse janë bllokuar shqipet apo kanë shkuar raçat deri në fund të lumit. E bën me dëshirë këtë punë, jo vetëm si peshkatar, por edhe si njeri që jeton ende me nostalgjinë e sportit të bukur të notit. Një proces tjetër është dhe pastrimi i Dajlanit. Kjo punë sot u takon 2 shokëve të vjetër, Zijait dhe Myfitit. 5-6 muaj në vit ky ishull përmbytet deri në 3-4 këmbë. Kjo bën që Dajlani të mbushet me prurjet që sjell lumi dhe me turinat që hedhin lokalet busti. 2 miq të bëjnë kujdes që hunjt, të cilët në gjuhën e peshkatarëve quhen palcor, të pastrohen krejtësisht. Kështu ata sigurojnë rrjetat nga bllokimi dhe çarjet. Iliri, Remziu dhe Fejziu na njohin me gjeografinë e këtij vendi. Ai shtrihet në një gjatësi prej 3 kilometra. Nis te ishulli i Shirokës dhe përfundon në shkëmbin e Sukës. Vet ishulli është 2822 metra katror. Ky quhet dhe territori i Dajlanit të Shkodrës. Zotë kryetar, to është e shik që bashkohet dini me gjithë bunën. Ndahet. Dini shënt nena, bune ka lënë 9 djetë dhe bashkohen, ka rëzikshmi, kush lënë dini shumë, ka lënë buna për pjetë mësajna, i ne me shtytje hito që ndajnë. Aty ku bashkohen 2 lumet, buna me drinin, ndodhen dhe ishuj të tjerë që dimrit përmbyten nga ujrat. Këtë rrugë ndjekim peshqit në kohën e lëshimit të vezëve. Krapi, ngjala, qefulli, levreku, kubla. Ata nisen nga deti për në liqen dhe anasjeltas. Ka patur raste që në Dajlan janë zënë 400 kuintal ngjala, 100 deri 200 kuintal qefull. Kjo ka ndodhur në Vjesht, në muajt tetor-nëntor. Zoti na ndihmon, thon peshkatarët. Grupi i peshkatarëve kontrollon për ndonjë keqbërës që gjuan në territorin e Dajlanit me dinamit ose me korrent. Rusë gjurë me dinamit e javë nëjësën mo. Anive, mas për dalë gjona që s'duhen. Kjo lloj gjuetie e paligjshme është paksuar mjaft kohët e fundit. Shoqata bën një punë të vazhdueshme për mbrojtjen e mjedisit. Ajo, Ridvan! Pike! Au lodhe! A rusë përdojnë e dinamitën e sëmë, e? Se na dam të në prodhimin i peshkën.
Me grepa, a tlum, po. Vetëm se keni mos na dam tën. Me kurrente me nesëm, Se kurrenti na bën dëm. A i përshkatron, rregull. Mirë. Pa, haj. Të vetmet porta të hapura ndodhen këtu te Dajlani i Shkodrës. Ndërsa në liçen janë vendosur pinarët që e kanë bllokuar atë plotësisht, në këtë vend bëhet kujdes që peshqve të sigurohet kalimi i lirë. Ata vinë nga deti për të depozituar vezët në liçen dhe më pas kthehen përsëri nëpërmjet këtyre portave që rinë hapur gjithmonë. Nuk është një gjest shpirtmadhësie, po një ligj i shenjtë i peshkatarëve që duhet respektuar nga të gjithë. Sot Iliri dhe Remziu kanë vendosur të trokasin në prefekturë. Nuk është hera e parë që nisen për atje. Problemi po bëhet për herën më shqetësues për shoqatën. Vazhdojnë përpjekjet e disa individëve me përkraje nga pushteti vendor për të privatizuar ishullin e Dajlanit. Sot nuk po gjejnë një zyrtar, t'i pres, t'i dëgjoj dhe t'i jap zgjidhje problemit të tyre. Janë mësuar tashmë me trokitjet dhe sorollatjet në përsallat dhe zyrat e prefekturës së Shkodrës. Kjo nuk i lodh moralisht dhe nuk bëhet shkak që ata të kthehen mbrapsht. Janë të vendosur në përpjekjet e tyre. Më në fund, në Departamentin Ekonomi Financë të Këshillit të Qarkut, takohen me drejtoreshën Frida Domnori. Unë njihem me problemin tuj, nuk është problemi i ri, është në vazhdimsi, jo si institucion, po si pozicion që ka qenë. Kam mbet dhe zvarrit deri sot për mungesë legjislacionit. Mendoj se problemi mund zgjidhet vetëm duke marrë takim me Ministrin e Ekonomisë, me zotin Arben Malaj. Në Dajlan vazhdon puna si për herë. Brigada e Zijait po mbledh rrjetat dhe po nxjerr prodhimin e ditës. Janë të kënaqur të gjithë. Fati me sa duket po i buzëqesh. Kanë çfarë të shesin sot. Nuk i harojnë ditët që ata i quajnë ditët e fukarallëkut, kur nga rrjetat nuk nxirrnin asgjë. Ndoshta këtë mëngjes fitojnë diçka. Peshkatari ka kanë gjithmonë i vujtën. Edhe gjithmonë me traditë kanë thonë, ai që mzoft peshku, ai që mzën mos boft hajër, ai që eshet bën hajër. Remziu dhe Iliri vazhdojnë trokitjet. Lën Shkodrën dhe vinë në Tiranë në Ministrinë e Bujqësisë dhe Ushqimit për të ripërtërir licencën. Shoqata jonë është të cënuar nga dhënia licencëve pa kriterin e licenit në Shkodrës. Ju lutem, çfarë na jepni një shpjegim, a ka një ndërhyrje nga Ministria e Bujqësisë për problemin e pinarëve që po shkatrojnë licenin e Shkodrës? Ne do t'i kalojmë kompetencat organizatës menaxhimit peshkimit në bazë të numrit të anëtarëve dhe do bëjmë të njëjtën gjë siç bëmë në Pogadet. Pra nuk do merremi neve më me si thua në përcaktimin e personave. Do të jetë vetë kjo organizatë që do të caktoj vendet e gjuetisë, personat dhe do të shfrytëzojë të liqen sipas rregullave të përcaktuara siç janë përcaktuar në legjislacionin në fuqi. Është një ndryrje që do bëhet, besoj, brenda një muaji. Në Dajlan janë çastet kur brigada e Zijait përgatitet të shes prodhimin. Për sot peshku është i bollshëm. Kubël, karas, mëlysh, gjuc. Po të dish ta gatuash, ky lloj peshku është i shishëm. Çmimi në përgjithësi është mjaft i lirë. Këta peshkatarë nuk qahen. Janë të gëzuar që sot kanë çfarë të peshojnë për tregtarët e peshkut. Kur pazari është i mbar, mund të çosh diçka në shtëpi. Megjithatë shumë probleme ka në Dajlanin e Shkodrës. Peshkatarët i mban pasioni, se të ardhurat janë të pakta.
Hamur, ja sa vin? Sa fa zja? 105 kile. Ta e vjen ai bidoni ujë? 6. E 2 gavata? 8. 105. 97. 97. Hillën e 3 kile bën nisën. 10 kile karate. 10 kile. Ku më kile tu? Hajt marr fort. Esa ikim na. Ne e bën sa zja tash na. Kubla 100.000 lek. Pa. 10 kile karasa ka 200 lek. 2000 lek. 2000 lek. Sa ke kjo mësa? 25. 25 ka 500. Ka 5. 10000 lek. 10.000 lek gjumësat. 12, 112. Që në dëmër. Që në 12.000 lek bën peshko, 5 veta që jena, ka 22.000 lek për shashkena. O Bilal, i këta të shenë të qysh djenë, në djenë që këni pore vetë, të është 20 këta orë, rendimentit dhe me këmaj mirë i kësaj ditës. Pra ka pas ditë që ne s'kena përdu hiq, e s'kena zonë as i pesh, e s'kena marë as i lek. Sa të është ditë ma mirë, që i ata kanë mas 5 ditë më marë, mërë me menë se 20.000 lek e kalohet 5 ditë. Duhet me abon shqyri, se ky pesh në ujë është herë zënë, herë nuk zënë. Duhet me abon shqyri. O Bilal, jena 20 vetë shqyqat. Jena një hen 4 ditë në punë. E ta 4 ditë në punë që jena, këna mua 22 lek për njëri. Pra në që adel një metu me 22 lek një apë. Kryetari dhe sekretari i shoqatës kanë një takim të rëndësishëm. Ndoshta sot marrin një përgjigje shpresdhënëse për problemin e privatizimit. I mban shpresa se mund të zgjidhin diçka me ministrin e ekonomisë, Arben Malaj. Në çfarë bëjmë presion ata tani? Në atë kohë vite policia. Shqetësimi që bëhet prezent lidhur me problemin e privatizimit, ajo që duhet taksojmë fillim është ndryshimi i vlerësimit për privatizimin. Pra, në asnjë rast privatizimi nuk bëhet thjesht si një dëshirë për të larguar diçka nga dora e shtetit. Nga ana tjetër, pavarësisht nga koncepti që gjithçka mund të privatizohet, ka një kuadër ligjor të cilët mban parasysh edhe specifikat. Akoma nuk ka ndonjë rast që të jetë privatizuar një ishull. Qoftë për shkak të natyrës së krijimit të tij, që zorse gjendet një pronësi private një ishulli në historinë e zhvillimit të tyre, qoftë edhe për faktin që për vlerat natyrore që ka, për specifikat që ka, ajo trajtohet si një pasuri e përhershme e shtetit. I njëjti koncept ndiqet edhe me minierat. Pra duhet të ndajmë privatizimin që si mundësi zhvillimi nëse krijohet një kontratë qiraje, nëse jepet një mundësi zhvillimi, me ndryshimin e pronësisë mbi to. Nuk mundet që për disa prona specifike të shtetit të ndryshoj pronësia. Marrim rastin e minierave, që ndoshta bëhet më kuptueshëm. Kur flasim që privatizohet miniera, nuk kemi privatizuar rezervat natyrore. Por kemi privatizuar mundësinë e shfrytëzimit të rezervave natyrore në mënyrë që të zhvillohet vendi, të ketë më shumë vende pune, të ketë më shumë eksport. Në rastin konkret të ishullit, nga korrespondenca juaj me Ministrinë e Ekonomisë, gjë që mbetet për tu verifikuar dhe në vend, në këtë rast që konsiderohet rast klasik, cilët nuk kemi të bëjmë një element pronësie private. Por nga ana tjetër, ai ishull ku është investuar në mënyrë afatgjatë për të krijuar një qendër të peshkimit, me cilën është e lidhur puna e peshkatarëve, familjeve të tyre, duke qenë se destinacioni kryesor i këtij ishulli është pikërisht ky, atëherë të gjithë analizat që do të bëhet për politikat e zhvillimit të ishullit do të shkojnë në favor së pari të destinacionit, për investimin që shkryen në atë zonë, dhe së dyti për grup njerëzit me kërkesa sociale, të cilët e shfrytëzojnë më efektivisht këtë ishull. Kështu që kjo është, si thua, filozofia që ndjek qeveria në rast të privatizimit. E jep prioritet atyre që krijojnë më shumë vende pune, i jep prioritet atyre që nuk e ndryshojnë destinacionin në raste të tilla që janë specifike, dhe njëkohësisht gjën, si thua, forma jo forma shitje, por forma cilat krijojnë mundësi për ta menaxhuar afatgjatë dhe për të pasur një zhvillim të kësaj pasurie natyrore. Domethënë, konflikti që lind sipas praktikës tuaj të prezantuar në Ministrinë e Ekonomisë është, a ka pasur më para një proces privatizimi në ishull, dhe si mundet të privatizohet ishulli, kur gjë e parë do të jetë problemi i regjistrimit të tij si pasuri në kadastër, një pasuri e cila është pasuri shtetërore,
Dhe dyta, si vetëm në mënyrë indirekte mund të gjetur një mundësi privatizimi duke u nisur nga objektet veçanta dhe duke përdorur objektet veçanta si argument, është kaluar, ndoshta në mënyrë të gabuar, në privatizimin edhe mbi sipërfaqen e ishullit. Iliri dhe Remziu i përcjellin antarëve të shoqatës fjalën e ministrit. Ajo është një premtim dhe një shpresë për të gjithë. Ishulli si pronë e shtetit nuk mund të privatizohet. Në që po flasë, unë që po flasë, të kam 150 vjetë punë. Si, gjyshi jem 40 vjetë, baba jem 50, unë 40, po këtu vllai jem që jashtu përsi një 50, arrin si konkluzion që shteti duhet marrë parasysh veprimet e punëtorit, që punëtorit duhet ta gëzon këtë drejt. Dhe këtë drejt ata kanë ne, sepse jeni në bazë ligjit me tonë veprimet e dokumentat që kena rregull dhe ta e kanë ushdajnë të zbatimi i ligjit që ka shteti. Banorët e këtyre anëve tregojnë një histori të vjetër. Ajo fillon si çdo përradhë me fjalët. Na ishte një herë një lum që quhej Buna. Pas një moti të thatë, në mes të lumit mbiu papritur një ishull. Banorët e njërit breg mendonin se i takonte atyre. Po këtë punë bën edhe ata që banonin në bregun tjetër. U dha kushtrime, filloi lufta. U pren dhe u vran me njëri tjetrin në përpjekje për të bërë pronar të ishullit. Kjo luftë pushoi vetëm kur erdhi një grup ligjvënësish nga qeveria. Në këtë kohë u prish moti, ran shira të furishëm dhe ishulli u shtuk. Ligjvënësit u than banorëve të qetësoheshin dhe u dhuruan se po të shfaqej përsëri ishulli, do i shpronë e shtetit. Historia përsëritet. Banorët e këtyre anëve kanë një shprehje. Mos të raft në hise një trull me shumë pronar.